Familja 5 antarësh nga fshati Dubrav e komunës së Kaçanikut, e cila deri dje jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike, sot i mori qelsat e shtëpisë së re. Me iniciativën e organizatës Fenix dhe me ndihmën e bashkëfamiljarëve dhe bashkëfshatarëve që jetojnë në diasporë, familja Mema sot u bë me shtëpi të re. Faleminderit për këtë. Për Fenixit, për Nazimit, Nazimin e kina tonin, faleminderit shumë. Për Zoje Sërdije edhe kena kam përkra shumë. Për gjithve. Shumë i natë lutëm, Allah i qabe, ja bom zdi më shka me folë më në të. Ka kontribuon bashkëtatarë tonë që në botën e jashme, bashkëpunim me shoqatën Fazligre Qefsi, edhe njerët në këto me shoqatën Fenix kemi bashkëpunu që këtë shtëpi e kemi ndërtu dhe i thash, e cila ka kushtu në lirë dikun rreth 13 mijë. Fshatin Dubrav, Kaçanikut, i cili fshat i ka dhënë një kontribut shumë të madh për këtë familje, e cila familje shembull 2 vllazë nuk kanë fëmijë asnjëni, dhe ne si shoqat jemi dy bashkëpunuar me fshatat, të cilat me vërtet shembull ato familje që kanë nevojë me u bashkangjit shoqatës, së bashku me shoqatën të dalin në ndihmë këtyre kategorive që janë shumë në gjendje të vështirë. Dhe besoj se jo vetëm këtu, po kena bërë edhe shumë punë tjera, dhe kështu që jemi të shtin lëvizje tërë popullin, ta kuptoj se bamirësia është e tërë popullit, se nuk është një individ. Bashkëdhetarët nga shoqata Fazligra Qefsi nga diaspora, së bashku me donator e humanist të huaj, sot vun kur themelin për të ndërtuar shtëpin e një familje skamnore nga fshati Vataj në komunën e Kaçanikut. Këta humanist sot filluan të ndërtojnë shtëpin familjes 6 antarësh të Selim Duvollit.